984 konkurrent pa kemi ardhur tek ty. Pse ti ndër 3984, domethënë ndër 4000 konkurrent, duhet ta fitosh dhe të kalosh në fazën tjetër? Sepse tek muzika gjej vetveten dhe te X Factor ka marrë këtë sepse është një mundësi art për gjithë ne për të arritur qëllimin, për të shprehur talentin dhe për të realizuar ëndrrën tonë. Ecim bashkë shkojmë në skenë pa çfarë. Përshëndetje, si të quajnë? Jam Aleksander Kapja dhe jam nga qyteti i Elbasanit. Pse vjen në X Factor? Jam këtu sot sepse tek muzika gjej vetveten dhe X Factor është mundësia më e mirë që unë të shpreh talentin tim. Mirë, çfarë do të këndosh ti sot për ne? Sot do të këndoj Haleluja të Leonard Cohen. Okej, zgjedhje shumë e mirë. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Se shka mund ndjenjen që është kënga është në tonalitet tjetër femrash për po, dhe ti ke pak vështirësi dhe kam shtypje ti këndon edhe lart mirë. A do na këndosh diçka kështu a kapela pa? As I look into your eyes, I see all the reason why I don't want to be alone. My baby, you are the reason I could fly. And cause of you, I don't know, just getting by. Ti këndove poshtë, këndove lart, këndove gjëra të ndryshme. Vokali jot është interesant, ja pozitiv. Personalisht u binda që tek Haleluja. Faleminderit. Faktikisht na dhe shumë emocione, ne të strapacuam pak me gjitha të këngë, por ti ja dole mban, kështu që bravo. Faleminderit. Aleksander, nga unë ke një po. Faleminderit. Anjeza ka? Faleminderit. Është shumë bukur që të themi 4 po për ty. Vjen në Tiranë. Shumë faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit.